Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Pas disa orësh luftë me flakët, zjarri në pyllin e sodës është vënë në kontroll, por pasojat janë të mëdha. Rreth 5 hektar sipërfaqe me pisha janë shkrumbuar, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë të monitorojnë zonën. Hetimet paraprake kanë ngritur dyshime se zjarri mund të jetë i qëllimshëm. Për orë të tëra me radhë, ekipet e zjarfikse së Vlorës në bashkëpunim me emergjenca civile, por edhe efektiv të policisë së Vlorës si dhe qytetarë, luftuan me flakët për vënien nën kontroll të tyre. Një zjarr i cili nisi pas ditën e së dielës në zonën e pyllit të sodës, i cili sipas grupit hetimor mendohet se ka qenë i qëllimshëm, ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me pisha. Siç duket edhe nga pamjet, vatra të caktuara zjarri vijon të jenë ende aktive, ndërkohë që një grup i efektive të policisë së Vlorës vijon të jenë ende në monitorim të situatës. Mendohet se zjarri ka nisur në brendësi të pyllit dhe më pas si pasojë e erës është përhapur duke djegur sipërfaqe të tëra me pisha. Pas disa orësh luftë me flakët, zjarri në pyllin e sodës është vënë në kontroll, por pasojat janë të mëdha. Rreth 5 hektar sipërfaqe me pisha janë shkrumbuar, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë të monitorojnë zonën pasi në disa pika ende ka vatra aktive dhe trungje që vazhdojnë të digjen nga brenda. Hetimet paraprake kanë ngritur dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm, ndërsa grupi hetimor po punon për të identifikuar autorët dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje. Rreth 5 hektar pyll me pisha në zonën e pyllit të sodës u dogjën nga zjarri që shpërtheu mesditën e së dielës dhe u vu në kontroll vetëm në orët e vona të mbrëmjes pas një operacioni të gjatë dhe të vështirë. Në teren u angazhuan forcat zjarfikse të Vlorës, policia e shtetit, administrata e zonave të mbrojtura, emergjencat civile, si dhe 10 qytetarë të cilët ndihmuan në izolimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në pjesë të tjera të pyllit. Sipas të dhënave paraprake të grupit hetimor, dyshohet se zjarri është vendosur qëllimisht. Burime nga hetimi bëjnë me dije se flakët kanë nisur në brendësi të pyllit të sodës, më pas të favorizuara nga era e fortë. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me pisha. Për shkak të terrenit dhe temperaturave të larta, operacioni shuarjes zgjati për disa orë. Ekipet punuan pa ndërprerje për të krijuar breza sigurie dhe për të izoluar vatrat më problematike, duke shmangur rrezikun që zjarri të përhapej drejt zonave të tjera. Edhe pse flakët janë neutralizuar, situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në disa pjesë të pyllit vijojnë të digjen trungje dhe rrënjë pemësh, duke krijuar vatra të vogla që mund të riaktivizohen nëse favorizohen nga era. Pamjet e filmuara në zonë tregojnë qartë dëmet e mëdha të shkaktuara nga zjarri. Sipërfaqe të tëra me pisha janë shkrumbuar, ndërsa tymi vijon të dal nga pemët e djegura. Forcat e angazhuara do të qëndrojnë në teren deri në shuarjen e plotë të çdo vatre, ndërsa hetimet për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit vazhdojnë. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka përfunduar për llogaritjen e dëmeve nga zjarret gjatë vitit të kaluar, ku Vlora renditet si qarku i parë me dëmin më të lartë të shkaktuar nga zjarret, 41 milion euro, ose siç përllogaritet ndryshe, qarku i Vlorës mban 53% të faturës së dëmit të shkaktuar nga flakët në rang vendi. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka përfunduar për llogaritjen e dëmeve të vitit kaluar që janë shkaktuar nga vatrat e zjarrit. Sipas kësaj agjencie, dëmi në fondin pyjor dhe kullësor arriti në 77 milion euro gjatë vitit 2025. Vlora u rendit si qarku i parë me dëmin më të lartë të shkaktuar nga zjarret. Dëmi nga zjarret në Vlorë ka shkuar në 41 milion euro, ose siç përllogaritet ndryshe, qarku i Vlorës mban 53% të faturës së dëmit të shkaktuar nga flakët në rang vendi. Periudha kohore që ka pasur më tepër vatra zjarri në qarkun e Vlorës ka qenë maj-tetor, ndërsa muaji më i zjarrt ishte koriku. Sipas përllogaritjeve në qarkun e Vlorës janë djegur në total 10.2 mijë hektar. Bashkitë më të prekura kanë qenë ato të Vlorës, Delvinës dhe Finishit, ndërsa vatra të shumta zjarri ka pasur edhe në Sarand, Selenic dhe Imar. Bashkia më me pak dëme ka qenë ajo e Konispolit. Si rrjedhoje zjarreve të vitit kaluar, krahas dëmeve në Pyje dhe Kullota, ka pasur dhe 10 banesa të djegura, bakti të cilat kanë ngordhur nga flakët, si dhe persona të lënduar, mes të cilëve edhe efektiv policie dhe zjarfikës.
Në disa zona në Vlorë, produktet ushqimore tregtohen në mënyrë ambulante në rrugë mes Flurit dhe Baltës. Për qytetarët kjo dukuri është rrezik për shëndetin e tyre dhe as pak e sigurt. Fruta, perime, qumësht, por edhe vaj ullirit shiten ende në disa zona në Vlorë në mënyrë ambulante. Tregtarë që krijojnë vende provizore në vendkalimet e këmbësorëve për të shitur një pjesë të produkteve të prodhuara prej tyre. Për blerësit, kjo mënyrë tregtimi nuk është as pak e sigurt. Ata thonë se pavarësisht se produktet janë bio, të blesh mes pluhurit Baltës është jo higjienike. Gjithashtu, sipas tyre të konsumosh produkte që qëndrojnë për një kohë të gjatë në diell, është rrezik për konsumatorin dhe shëndetin e tyre. Duhet të rregulluar ana ekonomike që të mos sheshin vetë ata, të binden vetë ata që të mos sheshin. Kjo është kryesore. Kjo nuk është e sigurt, po kjo punë bëhet nga varfëria që ekziston. Për arsye se në shumë edhe nga drejtuesit, edhe nga edukimi që është bërë drejtuesve, edhe ata nuk e kuptojnë që nuk duhet të shikojnë mirëqenien e vetes dhe ta bëjnë një me mirëqenien e të gjithë popullit. Asnjëherë nuk bëhet kjo. Po duhet të ulen atje në bazë ku janë këta njerëz që hallë kanë, pse janë kështu, dhe përpara se sa ti heqin këtej nga këto vende të kështu që janë kaq të pista e kaq me pluhure me kështu, tu ndërtojnë vendin ku duhet dhe tu kërkojnë çfarë do u japin ata para të vend që do u japi shteti. Unë jam shumë i frikshëm, po i kam prerë të gjitha biletat, e kupton apo, dhe them do përdor një bilet për të ikur në atë vendin tjetër që është me pasuri të madhe. Apeli është këtu. Thirrje ti flasin mendes ata që ikin lart. Thirrje, ti flasin mendes ata që ikin lart, që zgjidhen nga populli dhe gënjejnë. Thirrje, se s'ke që bën ndryshe. Kjo situatë, si që shikon, jemi në ndërtime sipër, nuk është se është në një situatë. Në ndërtime sipër ka anomalira, ka normale, ata janë që më përpara, po të shi do bëjnë ndërtime, do sistemohet, do çdo gjë, ma do bëndja se do të vejnë barë. Kjo varet edhe nga koka drejtuese, si ta rregullojnë ata. Them të vërtetën nuk është edhe aq, nuk është aq e pëlqyeshme kur i thonë se për këta turistët e që janë këta kur i shikon të gjëra kështu mirë, nuk është. Unë konsumoj, po unë i prodhoj vetë. Jo, mas, është vetë latë. Nuk ka garanci, çdo gjë e pa kontrolluar vjetë. Po qa do bëjnë ata në e keqja që shesin e në rrugë ordi, qa të shpët. I kanë të regula, i kanë ata. Kena i dyqan ose në njashu, se ata e kishin të regun aty dhe po, i kanë bio ata. Po e keqja në që do shqene ata që ven ordi, qa të thot lej. Po ne shqiptarët nuk na gjinë gjë në këto gjëra. Të keqja, ne. Qa të mbës. Ndërsa vetë tregtarët, ata që vetë shesin në mënyrë ambulante, thonë se halli i detyron të shesin në këtë mënyrë. Produktet e tyre i përshkruajnë si të shëndetshme, por tregojnë se shesin mes rrugës për shkak se nuk kanë një vend të posaçëm për ta. Ja të detyruar do punojnë të ushqehet. Po s'punon nga buka dyqan për të bijetuar. Por ne blerësit asnjë se duhet me mallin e gjatë, e do të jetë një frifer, të jetë i pasur, të jetë jo me splura, me pasërti. Po ata janë detyruar. Ashtu si që jam edhe uja, me qes ka thonë. Ka rëzi që s'jemi si në Iran e si në Jeruzalem, jemi mirë. Me këtë botë razona, si s'është e garantuar. S'është e garantuar si jeta. U blej dhe shes dhe blej. Jeta këshur, hidu si dhe, dialektik, ligji natyrës. Bluzat e bardha, por edhe ekspertët e sigurisë ushqimore kanë ngritur alarmin për sa i përket tregtimit në mënyrë ambulante të produkteve ushqimore, veçanërisht si qumshti dhe bulmeti. Gjithashtu, sipas tyre duhet bërë kujdes në konsumimin edhe të frutave dhe sidomos të perimeve. Vetëm pak metra larg ish stacionit të trenit në Vlorë, pjesë e lagjës Bashkimi, banorët përballen çdo ditë me një realitet që është në kontrast me zhvillimin që ka marrë qyteti. Edhe pse bëhet fjalë për rreth 100 metra rrugë, gjendja e saj vijon të jetë problematike, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve në çdo stin. Vetëm pak metra larg ish stacionit të trenit në Vlorë, pjesë e lagjës Bashkimi, banorët përballen çdo ditë me një realitet që sipas tyre nuk përputhet as pak me zhvillimin që ka marrë qyteti vitet e fundit, edhe pse bëhet fjalë për rreth 100 metra rrugë. Gjendja e saj vijon të mbetet problematike, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve në çdo stin. Në ditët me erë, pluhuri ngrihet në sasi të mëdha dhe depërton në banesat përreth, duke krijuar shqetësime të vazhdueshme për familjet që jetojnë aty. Ndërsa sa herë ka reshje shiu, rruga mbushet me baltë dhe ujë, duke e bërë thuajse
se të pamundur kalimin, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe automjetet. Banorët thonë se kjo situatë vazhdon prej vitesh dhe se pavarësisht ankesave të shumta, nuk është ndërmarrë asnjë investim konkret për rehabilitimin e rrugës. Shumë, ku doja rregulla, mashallah, po këtu pse jo? Ka qenë vendi bukur shumë, gjithë ka pare edhe po harquna. Nim për të qarë për të balli. O, si ka qenë, qarë të the për qatë, për që së më gjithë me shi. Gjitha fa para e gjuna ati dhe poshtë. Gjithë kjo tjerës. Shtur, po të thamë që janë vlonjate të shkojnë të rrugë. Shumë farë. Pse më së përdore ta në najme? Dhe pse rrinë gjitha makina, qarë të thellë. Ka mundësi të vjeti diçka. Bëhet edhe një shkollë, bëhet edhe një diçka, bëhet një problem, një diçka. Ka nevojë vendi, pluri vetëm në qiell. Ja këto që janë këtu përballë, unë jam pallat, jam në pa që jam uriatun çore, më s't qapi bereqapes. Po se dëshira, po para ja, çfarë të them të gjithaja, po dëshira është e madhe në punë. Unë dhe në shtëpinë time pas pa të dëshirë nuk e fshi dot. Kjo rruga vlepet. Ine sa më po thoj, kjo qirota po vjen. Është shumë e ligë, shumë të them nuk kalon dot, është plur dynjaja, është po të smundje djaj, kujton mohabet. E po nuk, më thënë, unë nuk vi shumë shpesh, po sa mendoj po thoj 20 vite që kam këtu në Vlorë, kishte që këtu. Kjo rruga. Dhe sa po vjen, e po bëhet më keq. Pastaj shteti do ta shpoj vetë. S'ka vlepet duket se çfarë është. Kaq. Unë kam qenë 81 këtu, që kam ardhur, pa u bërë stacioni trenit. Jam banori më i vjetër i kësaj lagje. Dhe kjo rrugë këtu vinë në kohën që duan votime, vinë do të ashtrojnë për 6 muaj, do të ashtrojnë për 3 muaj. Kjo punë na është bërë gjithë kohën. Dhe vajtëm jo kaq vite, po mos të them me dekada të tëra, që kjo rrugë nuk po shtrohet. Na kanë thënë kur ishin votimet, në 2025 ishin votimet. Erdhën këtu, kush kandidoi na këta, erdhën çfarë, ja për 3-4 muaj do e bëjnë. Edhe as e bën, as e... Kjo të themi që mund të jetë 100 metra, që këtu bën një pesa aty edhe deri te rruga kryesore tjetra. Mund të jetë avanë 100 metra. As ka për të bërë. As ka për të bërë. Ne jemi 24 maj, po këtu na merr lagja bashkimi pranë stacionit trenit. Kështu jemi. Jo, fare. Unë jo njërë, që jam na më të vjetrit këtu. Banorët shprehen se në çdo fushat zgjedhore kjo rrugë ka qenë pjesë e premtimeve të kandidatëve dhe përfaqësuesve të pushtetit vendor. Sipas tyre, premtimi i fundit është dhënë rreth 5 muaj më parë, por deri më sot nuk është hedhur asnjë lopat dhe nuk ka nisur asnjë punim. Ata theksojnë se nuk kërkojnë një investim të madh, por vetëm shtrimin e rreth 100 metrave rrugë që sipas tyre do të ndryshonte ndjeshëm jetën e përditshme. Banorët i bëjnë thirrje Bashkisë së Vlorës që të ndërhyjë sa më parë, duke mos e lënë këtë problem të zvarritet edhe më tej. Ata shpresojnë që kësaj radhe premtimet të shoqërohen me veprime konkrete, në mënyrë që lagja bashkimi të mos mbetet më një nga zonat e harruara të qytetit. Në lagjen kushtrimi duket se hallet nuk kanë të sosur, banorët ankohen për rrugën që përshkon bllokun e tyre të banimit në zonën e ish-fushës aviacionit, e cila prej vitesh është amortizuar, ndërsa sipas tyre, në 6 vite kanali kullues pranë bllokut të banimit nuk është pastruar, duke u kthyer në burim dotjeje për zonën. Rruga që përshkon përmes një prej blloqeve të banimit në zonën e ish-fushës së aviacionit, pjesë e lagjes kushtrimi, prej vitesh është e amortizuar. Banorët thonë se aty i mbyt pluhuri në behar dhe balta në dimër, duke e përshkruar si të pakalueshme në këmbë apo me automjet. Por hallet e banorëve nuk mbeten vetëm me kaq, pasi shumë problem për ta është edhe gjendja që është lënë bloku i banimit. Një zonë mes shkurreve, barishteve, mbetjeve urbane që shpesh sipas banorëve është kthyer në rrezik për ta, pasi zona është përfshirë shumë herë nga flakët duke rrezikuar banesat dhe jetën e tyre. Gjithashtu banorët tregojnë se në 6 vite kanali kullues që kalon në mes të bllokut të banimit nuk është pastruar asnjëherë duke u kthyer në burim dotje për zonën. Si e shkroj që atë temë? Shikoj vetë, këto rrugë janë. Kjo gjendje është. Ka kohë, ajo është përmirësuar, ka qenë më keq. Si ka qenë ajo, po, godalisht, po përmirësohet. Ka qenë mos be? Do be. Shumë fare. Të themi janë ka gjallë, po shumë.
Një kam që kam është në. Dhe kanale pa pasru, me fush pa pasru për prasit zes. Rëmujhane, smerë gjëve ashtu në këtë në këtëne. Nuk marrë nëse dhe mase, nuk i bjenë të këse punë. Shteti duhet punë, ja bashkia duhet punë. Se lekt i merë këtëne. Disa i merë lekt, duhet pas të kanalin. Jemi janë ku si lagje komplet, nuk kanë marrë ma sa fare. Bë zjarët po, zjarët lesi fusin këta njerëzit tjera këtëne. Po problemi vetëm kanalizimit edhe ujë. Mbledhën, dimit tu nuk rrihet fare. Të që provë kanë nda, prej atje që atje. E kanë nda edhe nëzumë të jadim fare. I kanë nda me zona, pëtëne. Je njëni i nanës e tjetë i babës, pëtëne. Duhet jemi atë babës gjithë, atë nanës gjithë. S'ma mërë me. Sa kemi herë deri mësot një herë u pastrua, edhe shko si është bërë tani prapë. Ja. S'vëdor njeri. S'vëdor njeri, në këtë, kjo është problem. Unë u thash dhe radhën e parë, që mori flak, një 5-6 herë kjo. Po këtu s'vin të pastrojnë. Po, kjo është problem. Kjo është problem asjeri njerë, lena mbeturin atë njerë. Nuk rrim do të. Sa, për një ditë punë që të vin të pastrojnë, ja haj, problem. Shiko dhe rrugicën, ja e lanë. Bënë ata ndë, ja e lanë dhe këtë. Kanaro të i motra. Vinë vetëm për votime. Vinë vetëm për vota. Vetëm për vota vinë, ja. E ta bëjmë sot, ta bëjmë nesër, ja, problem kanë këtë. Qa të Allah. Po bëj unë, po bëj 30 vjetë, po bëj unë aty. S'kam parë në jetë të vërë në njëri dorë. U pastrua njëherë ku bë gjithë fushë aviacionit u pastrua, edhe filluan prapë mbeturinë. Kjo është lagje popullore gjithë shuku. Shko, kjo është komplet. Lagja me shtëpi, komplet. Këtë më shumë ka këtu banorë se sa në Vlorë. Në zonën e ish fushës së aviacionit në të gjithë hapësirën e saj, investimet vitet e fundit kanë qenë me pikatore. Rrugët e amortizuara dhe gjithë gropa, mungesa e ndriçimit rrugor, mospastrimi i zonës dhe kanaleve kulluese, si dhe rreziku i lartë nga zjarret, janë disa nga problemet më madhore që vuajnë prej vitesh banorët e zonës. Policia kufitare ka gjopitur me 10.000 lekë të rinj drejtuesit e një jet ski që po bënte manovra të rrezikshme në gjirin e livadit, duke rrezikuar pushuesit. Gjatë kontrollit rezultoi se ai nuk zotëronte dokumentacionin e nevojshëm edhe vetë gjobës u bllokua dhe mjeti lundrues. Policia kufitare ka gjobitur me 10.000 lekë drejtuesin e një jet ski që po bënte manovra të rrezikshme në gjirin e livadit, duke rrezikuar pushuesit. Gjatë kontrollit rezultoi se ai nuk zotëronte dokumentacionin e nevojshëm dhe veç gjobës ju bllokua dhe mjeti lundrues. Në vijim të kontrolleve intensive për garantimin e rendit dhe sigurisë në hapësira detare, shërbimet e policisë kufitare u sinjalizuan nga qytetarë që po pushonin në gjirin e livadit se një mjet lundrues jet ski po kryente manovra të rrezikshme në afërsi të perimetrit të sigurisë, duke rrezikuar jetën e pushuesve. Menjëherë shërbimet e policisë kufitare dhe njësia policore detare evidentuan në gjirin e livadit mjetin lundrues jet ski me drejtues një shtetas nga Tirana. Mjeti ishte raportuar nga pushuesit pranë policisë kufitare dhe pamjet e tij ishin publikuar tashmë dhe në rrjetet sociale. Gjatë kontrollit rezultoi se drejtuesi i mjetit lundrues nuk dispononte në bord dokumentacionin e detyrueshëm. Për këtë shkelje, ai u ndëshkua me masë administrative 10.000 lekë të rinj, si dhe ju bë bllokimi i mjetit lundrues. Policia kufitare vion kontrollet e pandërprera në të gjithë vijën bregdetare me qëllim garantimin e sigurisë në det, parandalimin e shkeljeve të perimetrit të sigurisë dhe zbatimin me përpikmëri të rregullave të lundrimit. Në një intervistë për mediat, shefi i stacionit policor të Roskovecit, Mariglen Koroveshaj, ka rrëfyer momentet e negociatave me autorin e ngjarjes së rëndë të ndodhur në vidisht të Roskovecit, Refit Buzin, për lirimin e ish të fejuarës Rosalinda Plaka. Në një intervistë ekskluzive për Blu Televizion, shefi i stacionit policor të Roskovecit, Mariglen Koroveshaj, ka rrëfyer momentet e negociatave me autorin e ngjarjes së rëndë të ndodhur në vidisht të Roskovecit, Refit Buzin, për lirimin e ish të fejuarës Rosalinda Plaka. Atëherë, me marrjen e njoftimit nga salla operative e policisë për ngjarjen e ndodhur, kemi bërë njoftimin e prorëve tanë shefit komisariatit, gjitha strukturave, jemi nisur me njëherë në vendin e ngjarjes. Në momentin që kemi shkuar në vendin e ngjarjes, kemi mësuar që kishte viktima, autori ishte larguar, kishte marrë dhe vajzën e shtëpisë me vete, domethënë kishte marrë penë. Menjëherë jemi vënë ndjekje së bashku me një patrullë policie,
Nga ato momente, nga informacionet e marra, kemi mësuar numrin e kontaktit të autorit dhe kemi telefonuar për të bërë negociata dhe për mësuar vendodhjen e tij. Kemi qenë në komunikime të vazhdueshme për disa orë me autorin deri në momentin që autori është bindur dhe ka kërkuar që unë personalisht të afrohem në vendin ku ai ndodhej së bashku me pengun. Korovesha i tregon se ka qenë zgjedhja e autorit që pranë automjetit të afroi pikërisht shefi i stacionit policor duke jo përgjigjur kërkesave të tij të mos jetë armatosur. Ai thotë se distanca më e afërt që i është afruar automjetit është 2 metra dhe se gjithë situata është monitoruar nga forcat Renea, teksa ka theksuar se çdo sekond ishte vendimtare. Ka qenë zgjedhja e tij nga negociatat që janë bërë për rreth 2 orë nga momenti që kemi kontaktuar fillimisht deri në momentin që autori ka zgjedhur që ose është bindur që unë të afrohem. Ka qenë negociata të vazhdueshme. Më pas në mbikëqyrjen e forcave kombëtare të sigurisë, duke rrethuar perimetrin e zonës, unë jam afruar sipas kërkesave autorit. Jam afruar në vendin ku ai ndodhej, afër automjetit, dhe përsëri në momentin që jam afruar ka refuzuar përsëri që ta lëshonte vajzën pasi e shikonte si një mënyrë garancie vajzën. Autori në ato momente më ka kërkuar që të afrohem i paarmatosur dhe i vetëm. Dhe kam zbatuar kërkesën e autorit dhe në momentin që jam afruar më ka kërkuar që të më shikonte nëse isha i armatosur apo jo. Përsëri e kam zbatuar kërkesën e tij, si në ato momente duhet të bënim pothuajse çdo gjë që ai mos ta acarojë apo mos ta agravojë më tepër. Pasi qëllimi jon ishte shpëtimi i pengut dhe shpëtimi i jetës edhe të autorit. Distanca më afër që unë jam afruar ka qenë rreth 2 metër dhe në momentin që jam afruar atë distancë, më ka thënë mos bëj asnjë lëvizje më të afrohesh pasi do vras veten. Më pas jam tërhequr, kam vazhduar negociatat me autorin derisa është bërë e mundur që autori të lironte pengun. Mund të them që ishte një moment i rrezikshëm, por i frikshëm. Në ato momente nuk mendon më për frikën, por mendon se si që të shpëtosh një jetë njeriu, pasi atje çdo sekond ishte vendimtare. Veprimet duheshin kryer sa më shpejt, pasi gjendja e rënduar në cilën ndodhej autori në çdo moment mund të agravonte dhe gjithçka tjetër mund të pritej që të rëndonte situatën. Në ato momente kemi menduar vetëm për shpëtimin e jetës së vajzës dhe të autorit, nuk kemi menduar për pjesën e frikës. Vajza ishte në gjendje shumë të rëndë psikologjike, por edhe fizike, pasi kishte edhe dëmtime në pjesën e trupit, të cilat ishin shkaktuar nga autori në momentin kur e ka marrë nga banesa që e ka marrë me vete, pasi vajza ka refuzuar fillimisht dhe është marrë me forcë në momentet e parë. Kështu që kishte shumë dëmtime në pjesën e trupit, dëmtime fizike, dhe të cilat e bënin të pamundur që vajza të ecte. Në ato momente që vajza ka dalë nga automjeti, duhej që të largohej sa më shpejt nga zona e rrezikut. Po atletët i shohin pasi terreni ishte i vështirë, domethënë dhe ishte me një bimësi me gjëmba bënin të pamundur që të ecje lirshëm. Po, kemi marrë në krah për të larguar sa më shpejt nga zona, nga perimetri i rrezikut, dhe pasi kam vendosur vajzën në një zonë të sigurt, janë afruar punonjësit e tjerë policisë, të cilët e kanë marrë dhe e kanë dërguar për ndihmë mjekësore në spital. Dhe përsëri jam rikthyer te autori për të vazhduar negociatat që të lironte, domethënë të dorëzonte armën dhe që mos të vazhdonte më me situatën. Kam patur vetëm një rast me palët para disa kohësh kur vajza e cila është marrë peng ka bërë një kallëzim penal për autorin, i cili është arrestuar nga ana jon për përndjekje. Dhe ky ka qenë vetëm një rast që unë kam patur kontakt me palët. Tani autori është monitoruar në mënyrë të vazhdueshme në zbatim të gjitha procedurave standarde të policisë për kontrollin e personave me arrest shtëpie. Është monitoruar në mënyrë të vazhdueshme dhe në të gjitha rastet që është kontrolluar, autori është gjetur në banesë. Patjetër që ky është momenti më i vështirë, sepse këto janë raste shumë të rënda që ndodhin shumë rrallë dhe shpresoj që mos të ketë raste të tilla. Shpreh ngushëllime për të dyja familjet,
për viktimat. Për shefin e stacionit policor, ky ka qenë momenti më i vështirë i karrierës së tij 12 vjeçare. Maturantët në të gjithë vendin plotësojnë sot formularin A2 në portalin Ullbenia për aplikimin në universitete. Të rinj do të shënojnë deri në 10 deg të preferuara për të vijuar studimet e larta. Maturantët në të gjithë vendin plotësojnë sot formularin A2 në portalin Ullbenia për aplikimin në universitete. Të rinj do të shënojnë deri në 10 deg të preferuara për të vijuar studimet e larta. Fillimisht maturantët duhet të paguajnë 2000 lek në një bank të nivelit të dytë për aplikimin. Për herë të parë këtë vit fatura do të mund të ngarkohet online në platformën Ullbenia. Deri më tani universitetet kanë propozuar 60 programe të reja studimi, të cilat do të jenë pjesë e ofertës akademike për vitin e ri. Megjithatë, për degët më të kërkuara, konkurenca mbetet e lartë dhe kuotat mund të plotësohen që në fazën e parë të pranimeve. Pas kryerjes së regjistrimit në degën përkatëse, çdo maturant ka të drejtën e regjistrimit për 2 ditë rresh në fund të çdo raundi. Procesi i aplikimit mbyllet pas 6 ditësh, më 1 gusht. 25 koriku ka përcjell një aktivitet në Pilur, Bashkia Imar, nostalgji, krenari, kujtime dhe nderime për trashëgiminë e një pasurie që lanë artistët e grupit të Pilurit. Veprimtaria një organizim nga qendra e muzeut Lefter Çipa. Piluri përsolli dje një ditë të mbushur me nostalgji, me krenari, me kujtime, me nderime dhe sidomos me ndjenjën e lartë të trashëgimisë së një pasurie që lanë artistët e grupit të Pilurit. Veprimtaria organizuar nga qendra Muzeu i Fjalës Lefter Çipa u çel me hapjen e një ekspozite fotografike, Këngët e Adeu Tim, të sjellë nga arkive e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Një aktivitet që iniciohet për të qenë i përvitshëm në çdo 25 korik, si dita e grupit të Pilurit. Është një iniciativë dhe organizim i cili do të marrë vlerën e një feste tradicionale, në motiv të së cilës do të mbeten vlerat e grupit të famshëm, këngët kryevepra të polifonisë shqiptare dhe krijimtaria 60 vjeçare e grupit të Pilurit, të cilën e themeloi dhe udhëhoqi artistikisht poeti Lefter Çipa, deri i kombit. Ishte një ditë e pasur me emocione dhe momente të veçanta ku prefektja e qarkut të Vlorës, Evisa Lushi, vlerësoi organizime të tilla të rëndësishme për trashëgimin aq autentike për kulturën shqiptare dhe këngën labe në përgjithësi. Është një nder dhe kënaqësi e këtu me sy sot të festojmë së bashku 60 vjetorin e grupit të Pilurit. Piluri është një fshat që është i bekuar, ka një natyrë të bekuar, por është i bekuar për njerëzit që ka. Janë pikërisht njerëzit e këtij fshati, të cilët kanë mundur të mbartin, të krijojnë këtë grup dhe jehona e të cilit është përtej territorit të fshatit të Pilurit. Sot ne jemi këtu për të festuar këtë 60 vjetor, për të nderuar themeluesit e këtij grupi, të madhin Lefter Çipa, drejtuesit ndër vite, ata të cilët kanë kontribuar në dhënien e këtij emri të madh të grupit të Pilurit dhe patjetër unë dëshiroj, kam besimin dhe dëshirën e madhe që të rinjt të marrin stafetën e krijuar ndër vite dhe ta përcjellin këtë traditë të krijuar të grupit të Pilurit. Bashkia Imarës ishte mbështetëse ndaj kësaj veprimtarie, ndërsa aktiviteti përfshiu intervista dhe kujtime me protagonistët e famshëm të këngës piluriote. Në aktivitet u nderuan dhe vlerësuan për kontributin e tyre të shquar artistët e kësaj trupe, të cilët gjenden në botën e amshimt, duke u konsideruar si të pamunguarit e munguar. Në mbyllje të veprimtarisë, përshëndetje dhe pjesëtari i grupit të Pilurit, aktualisht drejtuesi i ansamblit Bejk e Bardh Pilur, poeti Kristo Çipa, njëherësh drejtori i festivalit Netët e Bejkës së Bardh. Është emocion i veçantë të jesh në Pilur, dhe akoma më tepër kur të jepet mundësia që kryetari i bashkisë të japi si pari për përshëndetjen një aktivitet i kalibrit. Në këtë 60 vjetor të grupit të Pilurit, ne po startojmë një traditë e cila realisht do të lidhi atë që ka qenë me atë që është, që do të na japë neve si komunitet dhe juve aq më tepër si organizator, një barë që këtë gjëra ta transmetojmë në përjetësi, brezave që vinë. Kënga piluriote, realisht nuk është thjesht art dhe muzikë. Për ne që jetojmë këtu dhe dëgjojmë çdo cep, realisht është një biografi e krevave tona. Po të shikoni çdo tekst dhe në çdo iso, ka një mëshirim të plot të etapave të zhvillimit të shoqërisë tonë. Aty do të shikojmë ndjenjën e mërkimit, vuajtjen dhe sakrificat që ne kemi kaluar. Është një ditë historike
aq kujtim dashurve, aq të dashura, se ringjallti njerë Pidurit. Kishte dhe të tjera këngëtarë, po ishte një grup i frymëzuar dhe i dashur nga gjithë fshati dhe nga gjithë Shqipëri. Kemi dhënë kontribute me kongresën dhe gjithë. Kam marrë pjesë në çdo si mundshës dhe si kërcimtar. Dhe jam shumë falënderuar për këtë ditë historike, sa të jem, dohem me atë guxim, por u lë dhe një ndjeni të mirë, të rria, të raja, të vazhdojnë. Pas veprimtarisë, pjesëtarët e grupit të Pilurit evokuan përmes interpretimit të tyre repertorin e pasur të këngëve të famshme piluriote. Një zbulim me vlerë për trashëgimin kulturor është bërë në fshatin e Romës në bashkinë Selenic, ku gjatë punimeve për ndërtimin e një depoje ujë kanë dalë në dritë rënojat e një çezme të vjetër. Specialistët e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë kanë kryer verifikimet në teren dhe kanë dokumentuar strukturën e zbuluar. Një zbulim e rëndësi për trashëgimin kulturore është bërë në fshatin Romës në bashkinë Selenic, ku gjatë punimeve për ndërtimin e një depoje ujë janë zbuluar rënojat e një çezme që mendohet se i përket periudhës së hershme osmane. Zbulimi u bë pas sinjalizimit të banorëve të zonës, të cilët njoftuan institucionet përgjegjëse menjëherë pasi vure strukturat e vjetra që dolën në sipërfaqe. Më pas, specialistët e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë zhvilluan verifikimin në terren dhe dokumentuan elementet e monumentit. Sipas ekspertëve, çezma paraqet vlera të rëndësishme ndërtimore dhe historike. Gjatë inspektimit janë evidentuar tubacione qeramike që shërbenin për furnizimin me ujë, kanale shkarkimi si dhe mure të ndërtuara me gur, tjegulla dhe llaç gëlqereje, element karakteristik të teknikave të ndërtimit të asaj periudhe. Nga analiza paraprake e tipareve arkitekturore dhe materialit qeramik të gjetur në vendngjarje, specialistët vlerësojnë se çezma daton në shekujt e 15-16, duke lidhur atë me fillimet e periudhës osmane në territorin e Shqipërisë. Sipas Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë, ky zbulim përbën një dëshmi me vlerë për historinë dhe zhvillimin e hershëm të fshatit Romës, ndërsa në nënvizor rëndësinë e bashkëpunimit mes komunitetit lokal dhe institucioneve të trashëgimisë kulturore për identifikimin, dokumentimin dhe mbrojtjen e monumenteve me vlera historike. Ekspertët pritet të vijojnë vlerësimin dhe dokumentimin e plotë të strukturës për të përcaktuar masat e mëtejshme për ruajtjen dhe konservimin e saj. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.